Zëparaktar, faleminderit shumë që na keni pritur këtë në një. Faleminderit ju si keni ardhur na vizitua. Faleminderit për kujdesin e juaj. Faleminderit shumë. Tani ju ndër vite jeni prej figurave më të njohura të Komunitetit Shqiptar Amerikan që keni bërë lidhjen me Kosovën dhe keni punuar për Kosovën e për ngritjen e çështjes së saj këtu në SBA. Në vitin 2025 tash po flasim në çfarë pozite janë shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe cila është lidhja që mbahet me Kosovën. Po mendoj se komuniteti jonë në Amerikë është në një komunitetet më të ngritna të organizuar, po foli për gjitha komunitetet në botë, për shqiptarëve. Komuniteti jonë ka dëshmuar tash 100 e sa vite për kombin tonë dhe për vendin tonë. Sikur e dini edhe në luftën e parë botërore, komuniteti jonë ka luajtur një rol të madh për në konferencën e Versailles, ku kanë marrë pjesë për ku si gjendet sot Shqipëria me presidentin Woodrow Wilson. Komuniteti jonë ko pas kohë ka luajtur një rol të rëndësishëm. Ky komunitet tash 40 vitet e fundit, po mendoj se ka luajtur një rol shumë interesant ose një rol keq ku sot Kosova gjendet e pambarë. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Malizi NATO. Komiteti jonë ka qenë pranë, ka ndihmuar në këto në gjitha periudhat tash 50 vitet e fundit ose 40 vitet e fundit. Në këtë periudhë raporti ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, pas ndryshimeve, qeveria e Kosovës ende nuk është, pas zgjedhjeve, ende nuk është formuar, ndërkohë kemi një administratë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ka ndryshuar, si janë aktualisht raportet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s? Por në Washington ka ndryshime për çdo 4 vite ose për çdo 8 vite. Kanë rru shumë. Qeveria e kalume, qeveria e Joseph Biden, kem prit shumë se do të ndihmon shqiptarët në Ballkan, megjithëse ka qenë një mik i shqiptarëve, por nuk ka arrit të ndihmoj shumë Kosovën këto 4 vitet e fundit. Tash ka qeveri e re, e presidenti Donald Trump, një qeveri se ka qenë më herët, por një qeveri me mjaft energji, me mjaft vizion, ka ndryshime pozitive, ka ndryshime ndryshi prej qeverisë kalume. Po shpresojmë se një Amerikë e fortë ekonomisht, një Amerikë e fortë ushtarakisht, një Amerikë e fortë politikisht, do të është e mirë dhe për vendin tonë, për shqiptarët në Ballkan, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët në Luginën e Preshevës. Unë mendoj se po presim si do të është pozitiv për neve. A keni vënë kontakte me administratën e re, pra si komitet shqiptar këtu, për ta kuptuar se cilat janë politikat që do të ndjek administrata e presidentit Trump ndaj Kosovës dhe shqiptarëve në vend? Po komuniteti jonë në për Amerikë është shumë aktiv sa i përket në Amerikë s'pari, po edhe për vendin tonë. Na kena shumë miq, jo shumë miq, po kena miq në këtë qeveri tash. Për shembull, komuniteti jonë në Texas kanë miq ku kryetari i CIA-s, Radcliffe, është një mik i shqiptarëve. Komuniteti jonë ka pas kontakte ma herët edhe me Marco Rubio, ministri i punës jashtme. Kena kontakte me kongresmen dhe senator si gjinën në pozicionet në Partisë Republikane. Joni Ernst prej Idaho është kryetaria e komisionit për ushtri në Senatin Amerikan. Ajo ka qenë një kohë, ka qenë Kosovë as në military, ka qenë në atë kohë. Kjo është një mike e shqiptarëve. Mike Waltz është National Security Advisor të President Trump. Ky ka disa miq amerikanë si na i njohim, po përpjekem të kem kontakte, po përpjekem të punojmë për ta, për të ndihmuar Kosovën, për të ndihmuar Shqipërinë edhe
Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Gjitha trojet shqiptare në Ballkan. E tani, një prej kërkesave që vjen nga Kosova dhe është ndërsim Kosovës në NATO, a besoni që administrata e re pra e ka ushtarakisht mund ta ndihmojë Kosovën që mund ta ketë një vizion për të afruar Kosovën për anëtarësim në NATO? Po mendoj kur na vetin neve shka është gjoja ma interesante për Kosovën, kur bisedojmë me miqtë në Washington. Unë edhe shokët e mi, një pjesë prej Texas, prej Michigan, prej New Yorkit, e visë tjera, gjoja ma kryesore si na, kur bisedojmë me ta, u tregojmë se duhet bëjmë çmos se Kosova të bëhet pjesë e NATO-s. Se Kosova bëhet pjesë e NATO-s, friga nga Serbia i heket popullit Kosovës, ku populli Kosovës jashtë dhe mbrenda fillojnë me koncentrue për të ndërtu vendin, ndërtu ekonominë, për të ndërtu me pas frikë nga lufta, ka problemi si për gjithë muaj ose për gjithë 6 muaj, Serbia kërcënon Kosovën edhe popullin e Kosovës. Një prej atyre që është diskutuar edhe duke marrë parasysh mënyrën se si President Trump e ka nisur këtë mandat është mundësia që trupat amerikane të tërhiqen nga Kosova, që është diskutuar disa herë, a duhen kosovarët të kenë frikë dhe çfarë do të thoshte në fakt edhe për raportin ndërmjet Amerikës dhe Kosovës një tërheqje e mundshme e trupave amerikane të NATO-s? Po, Kosova tash 25 vite ma shumë është e lirë, 18 vite është shtet. Kosova duhet të bëjë çmos të organizohet se një ditë këta trupa nuk do t'jenë aty. Nuk të jenë trupat e Amerikës, nuk të jenë trupat e Evropës. Duhet bëhet çmos, bëhet përgatitje, se nesër këto trupa nuk jenë aty, na jem zot të vetvetit. Na duhet bëhem zot të vetvetit, ushtarakisht, politikisht, ekonomisht, me gjitha gjanat prej as dhe nxe. Kosova duhet të kryejë detyrat e veta. Megjithatë, për këtë raportin e veçantë ndërmjet Amerikës dhe Kosovës do të ishte një goditje, apo jo, në rast se ndodh që ose të largohen disa trupa ose që Koncili ta ketë më pak rëndësinë që e ka aktualisht edhe për shkak të simbolikës së raportit ndërmjet Kosovës dhe Amerikës. Po, Musa di nuk kem dëgjuar se po flitet për me hek trupat amerikane nga Kosova. Na kem pas shpesh bised me miqtonë në Washington, si edhe në State Department, si edhe në Kongres dhe në Senat. Amerika dhe Kosova kanë një misi thellë, një misi nështë gati 20 vjeqare. U po foli prej viteve 90-ta deri tash, vitet 80, fundet vitet 80-ta. Unë nuk e shoh se mund të hekin gjithë trupat, por kohë mas kohë këto 20 vitet e fundit, kohë mas kohë ka pas ramje, ka pas ngritje. Ka pas një kohë ku kanë qenë nështë 500 ushtarë Amerikanë. Ka qenë një kohë ku kanë qenë 5.000 ushtarë Amerikanë. Ka ngritje ramje, por prap Kosova duhet bëjë çmos për më bëjë zoja vetvetes, bëjmë çmos të jena pjesë e NATO-s, pjesë e një familje ushtarake, ku mos kem vezvese se dikush nesër do të qohet dhe të na sulmon. Për ne ka ndodhur një mrekulli për shqiptarët. Shqipëria është NATO, është fenomenal. Maqedonia e Veriut NATO, edhe Mali i Zi NATO. Në këto 3 vende, Shqipëria krejt shqiptar, Maqedonia mas e gjysa shqiptar, edhe Mali i Zi një paket shqiptar. Por është fenomenal kur janë këto 3 shtete, janë NATO në kufi me ne, të ne ki Greqi, ne ki shtete tjera. Por prap, Kosova ushtarakisht, politikisht e ekonomisht, populli Kosovës i ka zgjedhur liderët e vet. Këta lider duhet të përgatitin vendin edhe terrenin. Se nesër nuk janë trupat amerikane aty, janë atë zot të vetvetit për me mbrojt vendin tonë. Ekonominë duhet të forcojnë. Edhe qeveri njerëzit si kanë zgjidh
populli i Kosovës ose populli në Shqipëri duhet bëj çmos për të rregullu vendin, për të mbrojtë vendin. Miqt mund na ndihmojnë, por Kosova duhet të bëj duhet të kryej detyrat e veta. Duhet të forcojnë shtetin e tyre, demokracinë, ushtrinë, edhe politikën e jashtme. Duhet bëjnë çmos për të harxhuar mjete për mi pas një politik diplomat fort në tërë botë. Duhet bëhet çmos. Dhe pikërisht këtu ka një përshtypje që është zbëroli i lobit shqiptar në Amerikë, që lobi serb është në pozitë shumë më të mirë, që po punon dhe po shpenzon më shumë se sa lobi shqiptar. A është përshtypje e gabuar kjo, zotë Barektaj? Po, unë mendoj se këtu janë ndoshta dy handicap. Unë mendoj se komuniteti jonë është aktiv, por mundet me qenë edhe ma aktiv në kohë se qeveria jonë, qeveria Kosovës, edhe qeveria Shqipërisë, janë ma shumë aktiv në Washington edhe New York. Na kem pas shpes biseda me njerëz në qeverinë e Kosovës, edhe Shqipërisë, po qeverinë e Kosovës ku i kena lutë për të shpenzu mjete, për të pas diplomat, për të pas njerëz në Washington edhe në New York se si veprojnë edhe punojnë. Na kena ambasadën tonë në Washington, por nuk është mjaft kur ata i kanë 4-5 vetën aty. Ambasada në Washington duhet të ketë 20-30 vetë, si punojnë 7 ditë në javë, 365 ditë më vitit, ose ma shumë. Njëjtin koncept duhet bëhet edhe në New York. Është sipërfaqe e madhe si duhet mbudoj i ki Kombet e Bashkuara, edhe Washingtoni ka një sipërfaqe të madhe ku duhet me mbulue politikën amerikane. Këtu që shpo ndëgjojmë, nuk e di, po që shpo ndëgjojmë, Serbia është shumë më aktiv në shpenzimet e tyne, në lobimin e tyne, në veprat e tyne. Komuniteti jonë mund të kryjnë shumë punë, po komuniteti jonë nuk mundet me kryjë punë si qeverisë Kosovës i takon. Qeveria Kosovës duhet të kryjë punët e veta, punët e Kosovës. Na jena këtu për me ndihmue, po na nuk mundem me folë në emën të Kosovës këtu, në emën të kryeministit, në emën të presidentit, në emën të parlamentit. Kosova flet, njerëz si ka zgjidhur Kosova, ata folin për vend. Ata duhet të kryejnë detyrat e tyre. Dhe ju i keni kaluar shumë qeveri, pra që prej gjitha qeverit, prej pas luftës keni pasur bashkëpunim me gjitha, keni qenë, a ka ndryshime, nëse mund të dhoni, pra qeveria e fundit e 4 viteve, a ka qenë më pak bashkëpunim se sa të tjera, cila ka qenë qasja ndaj ndihmës që komuniteti shqiptar mund të jap në raport me raportet me SBA? Po na kem bashkëpunu më shumë qeveri edhe para lufte, me qeveria presidentit Rogova, qeveria Bujar Bukoshit, kryeministit. Por kjo qeveria me kaluar tash, se qeveri tash momentalisht në Kosovë po pretet më bë qeveria re, ka pas shumë ramje nga koordinimi mes komunitetit ton dhe qeverisë. Kur foli qeveri, foli kryeministri dhe qeveria aktuale në Kosovë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bën një punë të mirë, edhe po bën një punë të mirë, thuja udhëtimi i saj, prezantimi i saj për Kosovë, edhe në Washington, edhe në New York, edhe në Amerikë këtu, edhe thuja në vejse tjera, është fenomenal për të mirën e vendit. Po ka qenë mirë se edhe qeveria të kryjnë punët e veta, ku do të bojnë prezentimin, obligimet se i kanë, detyrat se i pret Kosova për me kryje, njerëz për jashtë në Washington, në Londër, në Bruxelles, në Gjermani, në gjitha këto vende, duhet të kenë ekipa speciale për të bërë diferencën. Sa është nevojshme që qeveria e re ta ndryshojë qasjen, pra kushdo që bëhet kryeministër mund të jetë kur ti tren në fakt, sipas rezultateve, por me ndryshimet e mëdha
në gjithë botën me administratën Trump, cilat sipas jush duhet të jetë çështja e qeverisë së re në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, ka qenë mirë me bë ndryshim sa më shpejt. E dyta, me shtruar korin diplomatik. E treta, me udhën mundësit, ambasada në Washington duhet të ketë filancat për me punua dhe me veprua. Tjetra që është ma kryesore për qeverinë e Kosovës, ose gjithë qeveritë Shqipërisë dhe në Maqedoninë e Veriut, duhet bëjnë çmos të marrin në punë këshilltar ose njerëz si i përngjajnë asaj kohe. Tash është Trumpi dhe Partia Republikane në qeveri, duhet të marrim këshilltar dhe njerëz ku veprojnë, ku janë afër Trumpit edhe afër republikanëve dhe qeverisë republikane. Kur thëmë në sens është sikur kur jenë biznes. Ki nevojë për avokat, merr avokatin. Ki nevojë për doktor, merr doktorin, arkitektin. Duhet me angazhu një pjesë njerëz si i kanë lidhjet, e dinë se si veprohet edhe si spjegohet nemën të Kosovës për me spjegue problemin e Kosovës, ose gjenjen e Kosovës, ose sfidat e Kosovës. Na, është tjetër gjë kur unë ja u spjegoj nga Kosova, ose ti, tjetër gjë kur është një njeri i pamvarën, ku ja u spjegon, ja u mush menen se si mi bo diferencën, si mi zjedh problemin. Se Kosova nuk ka shumë sfida, ka disa sfida si duhet krye, sa më shpejt. Të një duhet me këshyrë me gjetë njerëz, avokat ose këshilltarë, si duhet, se si kryhen ato sfida pa dëmtimin e Kosovës, edhe pa dëmtimin e marrëdhënieve mes Kosovës edhe mes Amerikës. Pra keni frikë që nuk duhet të jetë në vëmendje fare Kosova për shkak të Ukrainës, të Gazës, të krizave të tjera me Kinën, tarifat me Kanadën, me Meksikën, pra që as administrata e re nuk të jap vëmendjen e dur Kosovës dhe Ballkanit. Mund të bëhet. Administrata e kaluar e presidentit Biden ka pas shumë probleme në për këtë botë dhe në Amerikë. Nuk ka pas vëmendje me një pjesë e diplomatëve kanë qenë karrierës ulët, si kanë biseduar për Kosovën. Mund të ndodhë edhe ajo, për arsye se na Kosova duhet të kryej punët e veta, duhet të obligimet e veta, duhet të bjen disa njerëz ku biseda Kosovës do të është në tavolina ose në biseda për të mirën e vendit. Duhet bëhet çmas. A kanë pasur preferencë shqiptarët në zgjedhje ndërmjet Trumpit dhe Harrisit? Kanë parë disa janë organizuar edhe kanë bërë fushat për Trumpin për të zgjedhur. Shumë shqiptarë, shumica shqiptarë kanë bërë kampanjë për Trumpin, prej Michigan, mendoj se kanë qenë faktor. Trumpi e ka fitu Michiganin, po e ka fitu me pak vota. Unë mendoj se shqiptarët në Michigan kanë luajtur një rol pozitiv atje. Në Texas kanë qenë, megjithëse Texas ka qenë Republican, por kanë qenë disa vende ku shqiptarët kanë luajtur rol pozitiv. E kanë bërë, besoni, për shkak të Amerikës, për shkak se jetojnë këtu dhe politikat e tjerë më të mira, apo për raportin me shqiptarët me Kosovë? Po mendoj se së pari kanë bërë se jetojnë në Amerikë, ekonomia këto kohë 4-5 vitet e fundit, mas Covidit nuk ka qenë si duhet. Tani prapë po them adin shqiptarët po jetojnë në Amerikë dhe po punojnë në Amerikë dhe një Amerikë e fort është mirë për gjithë neve. Tani mendoj se e dyta pikë ka qenë Kosova, Shqipëria dhe vise tjera. Komuniteti jonë për shembull si unë edhe shumë shokë të mi këtu në New York edhe në krejt Amerikë, si në Texas, si në Michigan, si në Massachusetts, në këto vende, po punojmë çmos energjinë tonë me shfrytëzue si Amerika do të jetë offer kombit shqiptar. Kur them kombi shqiptar, do të jenë offer me shqiptar të Shqipërisë, me Shqipëri, me Kosovë, me Maqedoni dhe me viset ku jetojnë shqiptarët. Energjinë
për politikën e jashtme bojmë çmos me i majt Amerikën Washingtonit afër. Mu për veti kum veti më thojnë, shka janë 2 pika më interesante për ty. Një është Kosova me qenë pjesë e NATO-s. E dyta, po shfryzoj energjinë e gjitha meq si kam, e gjithat energji si e kam, me majt Washingtonin afër Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe vizave shqiptare. Me qenë të koncentruar, me punu së bashti, me qenë të kujdesshëm se shka ndodh në ato vende për neve. A ka investime të shqiptarëve të Amerikës në Kosovë, në Shqipëri? A mund të ketë më shumë? Ekonomikisht. Besoj mund të ketë në tashmen, janë bo disa investime. Në Kosovë këna bo investime, unë kom investu me dajën tim Rustem Gecaj në 2004, 2005, 2006. Kosova s'ka qenë shtet, këna investu me miliona $. Në atë kohë. Ka investime, mund të ketë ma shumë investime në tashmen. A janë kushtet që nuk i lejojnë, pra a duhet qeveritë të ndjekin politika që u alecojnë investitorëve, jo vetëm nga Amerika, por edhe nga shtetet e Evropës? Po mendoj se për Evropë nuk e dija din, po saj për këtë Amerikës, me qenë se na jena pak larg. Largësia e bën ato të vetën. Në Evropë je ma afër, je 2 orë je në Kosovë, 2 orë je në Shqipëri, 2 orë në Maqedoni. Pak ma kollaj për të investuar, për të punuar. Por u shpresoj se në tashmen do të ketë edhe nga Amerika ma shumë investorë, ku do të investojnë në disa lami. Por edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në vizë shqiptare, ku gjinën shqiptarët, është një birokraci ku me konkurue nuk është të kollajt me ardhë për Amerike me konkurue. është me gjithë se ata nuk e thojnë, nuk doket, po është një gjanë ku ata po imrojnë investorët e vetë në vise Kosovë, në Shqipëri, po imrojnë ato pozicione, po imrojnë ato gjana, është pak shumë zërë me deportu në gjitha këto vende. Një pyetje të fundit, cilat janë pritjet për Shqipërinë? Zgjedhjet do të mbahen në maj, Kosova i pati zgjedhjet të si zakonisht organizuara mirë të qeta, edhe pse ka disa ndryshime dhe përbënitime për disa vota. Cilat janë pritjet e komunitetit këtu për Shqipërinë? Po mendoj kjo hera parë për Shqipëri ka ndodhur mirë, një gjë shumë e madhe, ku shqiptarët për jashtë Shqipërisë kanë drejt vote. Megjithëse nuk u kanë dhënë kohë për të regjistruar, nuk e kanë dhënë kohë kadalimi, birokratizmi, por është bo mirë si kanë drejt me votua, me fillua, me mësua për në tashmen ose për tash. U mendoj se Shqipëria momentalisht gjinet një rrugë gabushme, megjithëse Edi Rama po manë gjithë qeverin një njeri. është kriju një shtet thuja si vetëm një partijak, një shtet. Në të vend nuk ka hajrë, kena pasë, s'ka pas hajrë gjatë 50 vitet e nverhojsh, ka qenë një parti në pushtet. Nuk ka hajrë për rritje, për investime, nuk ka hajrë në këtë vend. Për lusë qeverinë e Shqipërisë të bëjë qmos, mos t'i kesh përdorojnë votat, të lejojnë poplin të dalin zgjedhje, të zgjedhin ata njerëz dhe të të vjen një pluralizëm në Shqipëri, një demokraci në Shqipëri, ku gjithë bota do ta shikojë se një shtet jo i korruptuar, një shtet me gjithë pjesë demokratike për vend, për mirën e vendit. Ka qenë mirë dhe të balansohet, mos jetë një shtet, një partijak shtet. Ka ndodhur një mrekulli e mirë për troje shqiptare, po foli Shqipëria pjesë e NATO-s, ku para 20 vite ti se ke menduar ose 30 vite. Kosovën para 30 vite ti se ke menduar se do të jetë shteti i pambarën. Maqedoninë e Veriut me qenë NATO, Mali Lezi me qenë NATO. Kjo mrekulli si ka ndodhur, duhet lejohet do të jem real
do të jem afër shoj të krijojmë një vend demokratik, një kom demokratik ku është për të mirën e vendit dhe popullit, tani edhe për të mirën e Kojshisë, tani edhe për të mirën e botës. Është sentiment i shqiptarëve të Shqipërisë këtu në SBA që opozita duhet fitoj, pra që duhet ketë një ndryshim të qeverisjes në Shqipëri? Shumicën e njerëz që folin në komitetin tonë këtu nga Shqipëria, edhe gjithë shqiptarët mendojnë se opozita duhet të fitoj, duhet të kemë pluralizëm. Ka ardhur koha për ndrym. Sikur ka ardhur koha për ndrym në Amerikë, mendoj se ka ardhur koha për ndryshim në Shqipëri. Jeni më direkt sa i përket Shqipërisë, më pak direkt sa i përket Kosovës. Po, ndoshta nuk ju pyeta, por ideja që vetëvendosja fitoi sërish votat 40%, u kërkuat aty ndryshim? E kishte 51%, tash i fitoi 40%, prapë do ta bëj vetëvendosja Shqipëri? Po jo, po prapë në Kosovë ishte ndryshim. Populli foli. Ata kishin 51%, tash nuk e kanë 51%. Por prap kanë më shumë se sa LDK-ja dhe PDK-ja bashkë. Ma shumë kanë, po prap nuk e kanë ata si kanë pas. Ka ardhur ndryshimi edhe në Kosovë. Ka pas ndryshim, dikush ka pas ngritje, dikush ka pas ramje. Edhe tash duhet ulen partitë politike me boq mas të krijojnë një qeveri me 2/3 në parlament, ku shumë sfida i pret Kosova, shumë punë për të krye për popullin e Kosovës. Ju besoni që duhet të ketë një qeveri me 80 vota, pra që LDK-ja i bje në fakt vetëvendosje të marrë njërën për partive të mbarë në qeveri? Unë mendoj se ke qeveri si vjen, ka mjaft sfida si presin. Me shku NATO, kryesore, ekonomia, problemi me Serbi. Në kohë se krijohet një qeveri ku i kanë 2/3, ose mund të funksionoj për të kry punë si pret për vendin. Populli jo kanë dhënë votat për me kry punë si takojnë popullit dhe vendit Kosovës. Jo, pse në është të bëhet qeveria opozitës, pa vetëvendosjen, që LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja të bëhen bashkë? Ka qenë mirë vendoset dhe të kryhet. A bëhet opozita bashkë, a zbëhet opozita bashkë, a bëhet dikush për opozite me vetëvendosjen? Ka qenë mirë të kryhet. Ka qenë mirë të kryjnë qeverinë dhe të fillojnë punën, se Kosovën shumë sfida e presin. Në Amerikë ka pas ndryshim pozitiv. Amerikanët të presin prej qeverisë Kosovës me pas ndryshime pozitive për të mirën e vendit. Duhet jena gati. Duhet jena gati ose me thonë po, ose me thonë jo. Po duhet jem gjithë bashkëti për me thonë jo. Nuk bën një me thonë jo, tjetëri po, a i tjetëri këtej, a i këtej. Kur vjen Kosova, kur vjen çështja e vendit tonë, populli i Kosovës ose liderët e Kosovës duhet të jenë bashkë për të mirën e vendit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit për kujdes.